Ka zgjatur vetëm disa minuta mbledhja e Këshillit Bashkiak pasi largimi i 2 këshilltarëve nga 17 që ishin të pranishëm bëri të pamundur vazhdimin e saj. Me 15 anëtar të mbetur në sallë, ra korumi i nevojshëm prej 16 këshilltarësh dhe mbledhja e kësaj të njëjte u ndërpre. Kryetari i Këshillit Bashkiak, Albert Muja, akuzoi administratën e bashkisë për krijimin e kësaj situate. Është shumë e rëndësishme edhe administrata e bashkisë, duke pa asnjë kryetar, asnjë drejtori totale e bashkisë që e sjell këtë situatë. Po vim mbledhje fara, çfarë po 6%? Të drejtë, pasi Para se të binte korumi, këshilltarët arritën të miratonin vetëm një pikë të rendit të ditës, fondin për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi 6% për muajin tetor. Sipas anëtarit të Komisionit për Ekonomi dhe Financa, Gazment Hallaçi, këtë muaj ka 12 familje më shumë në krahasim me shtatorin që përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike nga fondi 6%. Janë paraqit nga Drejtoria e Shërbimit Social 408 familje, ose 12 familje më shumë se sa muajin e parë, me një fond për 2.912.560 lekë. Ndihma e madhe është në atë nivel, thuajse 4.200 familje. Janë 100 familje më shumë se sa muajin e parë. Në rend të dite, për të miratuar mbeten disa projekte ndihme të rëndësishme, përfshi shqyrtimin e bursave për arsimin e mesëm dhe profesional në institucionet publike për vitin shkollor 2025-2026. Bursat e fëmijëve. Unë e kuptoj, po pakorum nuk bëhen dot. Pakorum nuk bëhen dot. Për një bërë gjenaf, janë të shkollës. Të gjitha këto pika do të rikthehen për shqyrtim në një mbledhje të radhës, me kusht që të sigurohet korumi i nevojshëm për zhvillimin normal të punimeve të Këshillit Bashkiak.